E pra të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV, sërish me mua Tirona Lilin, për të komentuar pak mbi një ngjarje që në fakt ka ngritur pikpyetje të mëdha rreth një raportit që fillimisht u përfol që është i ndarë, më pas një deklaratës të Edisës në shtëpinë e Big Brotherit, Ledioni, konkretisht do të flas për këtë çift. Ledioni dhe Sara treguan që kanë një raport jashtëzakonshëm. Me thënë që gjërat e tyre janë në rregull, nuk ka një ndarje, nuk ka një krisje, marrëdhënia është shumë e bukur, por ato përsëri nuk postojnë asnjë foto bashk dhe kjo ka ngritur dyshime tek publiku se si qëndron raporti i tyre. Tani, unë nuk dua të besoj që në skenën shqiptare ekziston një çift për interesa, sepse në qoftë se do të vazhdonin bashk, atëherë do të ishte vetëm një interes media. Por normal që nuk e them këtë gjë në kod, do me thënë këtë lajmi nuk e bëj kod në qoftë se nuk jam interesuar dhe nuk kam marrë të paktën një argument. Do me thënë për të bazuar se si qëndron marrëdhënia e tyre gjithmonë. Tani marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie që është shumë e bukur. Nëse Ledioni dhe Sara kanë patur krisje, nëse mund t'i quajmë krisje zënkat në orar të punës, atëherë ato nuk janë krisje. Do të thënë kanë patur krisje për një punë më të bukur. Nuk kanë patur mendime të njëjta, nuk kanë patur ide të njëjta dhe kjo gjë edhe mund të quhet krisje. Por nga ana tjetër, Ledioni dhe Sara janë shumë të lumtur bashkë, janë shumë të gëzuar bashkë dhe po shijojnë marrëdhënien e tyre. Thjesht ato nuk dëshirojnë që jetën e tyre private, përditshmërinë e tyre, atë komoditetin që kanë në familje, ta publikojnë në rrjetet sociale. Sara pak në këtë drejtimin është edhe si nga këto njerëzit që do me thënë mendon që sa më shumë të ekspozohet në rrjetet sociale, sa më shumë të tregon jetën e saj, sa më shumë të tregon përditshmërinë e saj, do me thënë gjërat shkatrohen dhe unë mendoj që sa më shumë të jesh i eksponuar, aq më shumë dëm mund t'i bësh vetes. Dhe në këtë rast, Sara po bën këtë gjën. Çifti ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të lumtur, kanë filluar duke projektuar skicat se si do të duket Big Brother VIP Albania 6, do të jetë një spektakël jashtëzakonshëm me fenomene të jashtëzakonshme, më thënë nuk kanë kohë të merren me rrjetet sociale sa kanë punë për të bërë dhe kjo e bën çiftin që të jetë i veçantë. Do të thënë të gjitha lajmet dhe thashë theme që fliten për çiftin janë të reme.